Mirë, bashkot me mua në program, gazetari Fatos Mahmutaj. Fatos, mirë mbroma, kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mirë mbroma, faleminderit juve. Fatos, besoj se ti e ke ndjekur gjatë ditës së sotme, Berisha u duk si kur mori në mbrojtje Lulzim Bashën dhe ndryshe nga Ilir Meta, ai tha se nuk ka përgjegjësi si ish ministër i brendshëm i kohës përsa i përket ngjarjeve të 21 janarit, por pse Berisha duket sikur po kërkon të shpëtoj Bashën? Ka frikë nga dëshmia që Basha ka dhënë para tij në SPAK? Berisha nuk përpiqet të shpëtoj Bashën, pasi Berisha ka treguar gjatë gjithë, le themi këtyre 34 viteve në politikën shqiptare, që nuk mbron askënd, e aq më tepër kur kemi të bëjmë me një krim të tillë si ky 21 janari. Por Berisha është në hall personal dhe përpiqet të mbrojë Bashën, ta marrë në mbrojtje Bashën, me idenë që Basha të mos e sulmoj në thonjza, pra të mos dëshmoj kundër tij. Po gjithsesi, Basha e ka dhënë dëshminë e tij në SPAK, nuk është se nuk e ka dhënë dëshminë e tij, dhe kështu që zoti Basha si të mbrohet dhe si mos mbrohet nga Berisha, dëshmia tashmë është e regjistruar në SPAK. Pra deklaratat e Bashës janë të regjistruara në SPAK. Janë të ka mbaruar punë në këtë fazë të hetimeve, Basha ka mbaruar punë. Ndërkohë Fatos, ndërkohë Berisha, më fal, ta mbaroj, ndërkohë Berisha, duke qenë se është në hall, pra ka hallin e tij, sepse ai është i pandehuri kryesor i kësaj çështje dhe ai është autori i vrasjeve të 21 janarit. Dhe mirë kuptojmë, nuk e ka tërhequr këmbëzën Berisha, këmbëzën e kanë tërhequr gardistët e Berishës, po sipas urdhrit të Berishës. Pra, po, më thuaj. Jo, doja të thosha që vetëm pak minuta më parë, këtu në ABC News, në emisionin Real Story, ish ministri i punëve të brendshme, zoti Bajram Yzeiraj, bëri përgjegjes Bashën në mos për dhënien e urdhrit për mos veprimin e ndalimit të zjarrit, konkretisht në bazë të nenit 9, tha zoti Yzeiraj për Gardën. Basha duhej të kërkonte ndalimin e sulmit mbi turmën që tek të shtënat e para, gjë që ai nuk e ka bërë. Por a mendoni se ka një pakt bashkëfaqësie mes Berishës dhe Bashës? Shiko, unë do ta shikoja në një formë tjetër dhe nga një këndvështrim tjetër. Po të kemi parasysh, Basha është parë në 21 janar, pra është fiksuar dhe nga mediat kjo, në taracën e kryeministrisë duke vëzhguar protestën nga sipër. Pra, ky është fakt dhe këtë nuk e ndryshon askush. Por kemi dhe një moment tjetër ku kemi dëshminë e Bashës që thotë në momentin kur ka ndodhur vrasja do të kam qenë në zyrë, nuk kam qenë në kryeministri, pra ka qenë në zyrën e ministrit të brendshëm. Pra ka qenë më larg, nuk ka qenë aty ku duhet ishte. Dhe kështu si mund ta ndalonte, me çfarë lloj urdhri do ta ndalonte Basha zjarrin. Përsëri, sa zgjati zjarri aty? Ka zgjatur afërsisht 10 sekonda, 12 sekonda, domethënë ka zgjatur pjesa kur janë shqelluar mbi njerëzit, pra shqelluar mbi protestuesit, ku janë vrarë protestuesit. Pra nuk kemi asnjë minutë të plot. Vetëm Basha mund ta ndalonte, pra ose mund të bënte përpjekje për të ndaluar, nëse do ishte prezent aty me gardistët dhe të jepte urdhrin verbal direkt. Ndërkohë të bënte procedurën 10 sekonda procedurë, edhe aq më tepër kur Basha dihet çfarë lloj përtaci dhe gjumashi është, kështu që harroje vëlla se mund të ndodhte kjo gjë. Po gjithsesi Basha vet e ritheksoi që thotë e kam ndjekur në momentin e vrasjeve nga zyra, nuk e kam ndjekur nga kryeministria. Por nëse Basha mund të thotë që ai nuk kishte djeni për një urdhër të tillë, si ish ministri i brendshëm i kohës, një instancë më larti, siç është kryeministri, besoj se duhet të ishte në djeni të kësaj gjëje, apo jo? Po patjetër. Basha domethënë nuk po e mohoi, as nuk po e mbroi. Basha, unë kam theksuar edhe herë të tjera që Basha që një ditë përpara 20 janar, pra datën 20 janar të 2011-s e ka shprehur vetë që do ketë akte dhune dhe ne s'do bëjmë përgjegjësi për çfarë t'u bëjmë atyre që do bëjnë dhunën. Tani, ideja është që deri këtu, domethënë Basha nuk është se nuk kishte
nuk është se nuk kishte dieni, apo nuk është se s'kishte autoritet, por thjesht Basha ishte aneksuar, sepse pushtetin e 21 janarit e kishte marrë përsipër Berisha, pra gjithçka kishte marrë Berisha, gjithçka kishte në dorë Berisha, dhe Basha ishte thjesht një numëror topi. Dhe duke u ndjerë numëror topi, Basha shkoi dhe e ndoqi protestën nga televizori i zyrës së tij. Fatos, pse Ilir Meta kërkon të dëshmojë në këto momente në SPAK për ngjarjet e 21 janarit, kur dihet se ai në fakt ka qenë molla e sherrit që solli atë protestë. Duket sikur Meta në një farë mënyre do të shpëtojë aleatin e tij, Berishën, dhe do të fajsoj nga ana tjetër Bashën. Nuk e di si e shikoni ju të gjithë këtë. Atëherë, pak a shumë unë e shoh të tillë dhe siç e thatë dhe juve që Ilir Meta përpiqet të shfaqsoj Berishën, jo ta shfaqsoj, sepse është e pamundur të shfaqsohet. Thjesht të sfumoj akuzën, pra ta minimizoj akuzën ndaj Berishës. Pra, pafajësi Berisha nuk konsiderohet Berisha i pafajshëm, as nuk prezumohet i pafajshëm në këtë çështje, ku ai e ka pranuar fajësinë dhe vetë disa herë, pra e ka përsëritur me deklarata mediatike shumë herë që është autori i kësaj masakre. Pra, Berisha, domethënë nuk është në fazën që do ta akuzojmë, do ta verifikojmë, do ta shikojmë. Kurse Meta i cili është strumbullari i 21 janarit, është bloku i Ilir Metës ai 21 janarit. Është bloku i Ilir Metës ku ishin shënuar ato rrushfetet që merrte lart e poshtë, qoftë nga bota e biznesit, qoftë nga bota e krimit, qoftë dhe nga politika. Pra, është Meta që është ai që e ka ndezur 21 janarin, e ka krijuar 21 janarin dhe e çoi deri këtu 21 janarin. Kurse Meta tani është duke bërë atë siç e ka këta diversionin që bëjnë gjithmonë në çështje të tilla, shto miell, shto ujë pastaj dhe ta ndërtojnë çështjen mbi gënjeshtra dhe realisht një çështje ndërtuar mbi gënjeshtra dorëzohet në gjykatë. Dhe për këtë po përpiqen këta të bëjnë, që ta devijojnë komplet hetimin e 21 janarit. Megjithatë, Berisha sot Fatos tha se nuk e merr dot peng askush, por dua të sjell si në vëmendjen tënde, por ashtu edhe në vëmendjen e publikut, se në datën 5 mars të vitit 2015 për herë të parë dhe të fundit, Meta ka zbuluar se në videon e Dritan Priftit ishte dhe Shkëlzen Berisha, i bindur se edhe doktori e di këtë, ndaj dhe dha dorëheqjen si zëvendës kryeministër në janar të vitit 2011, ndryshe nga sa tha sot Berisha në lidhje me dorëheqjen e Ilir Metës. Por për çfarë video bëhet fjalë, Fatos, dhe si përfshihet djali i ish kryeministrit Shkëlzen Berisha në këtë video? Shiko, kemi atë përgjimin e famshëm që i ndjeri Dritan Prifti i ka bërë Ilir Metës në zyrën e tij. Kemi atë blokun e famshëm që Ilir Meta mbante llogarit në blok, domethënë sa para korrupsion kishte dhënë njëri, sa kishte dhënë tjetri, sa do të jepte ky, 700.000 euro ky, 500.000 ky, domethënë bënte pazar të hapur, një lloj surishte te pazari i fruta perimeve dhe po blinte domate e kastraveca. Po gjithsesi, domethënë Ilir Meta e ka të kuptuar dhe e ka të qartë që ai bloku i tij solli atë revolt popullore. Dhe revolt popullore solli viktimat në radhë parë ndaj uniformave të policisë dhe në radhë të dytë 4 protestues që humbën jetën tragjikisht dhe rreth 140 të tjerë që u plagosën me armë zjarri të Gardës Republikës dhe të policisë së shtetit. Pra me armët e policisë dhe të Gardës Republikës. Por, ndërkohë, vim në momentin kur Ilir Meta përpiqet që pak a shumë ta sfumoj dhe ta shkatroj këtë çështje. Pra, ta fusin në hullinë e tij dhe pastaj ta tërheqi vetë ashtu siç di ai ti bëj lëmsh. Ndërkohë, Ilir Meta e ka marrë një herë pafajësinë për 21 janarin, se është një pafajësia që ja dha gjykata e Berishës, domethënë për atë blokun e famshëm. Ndërkohë, për të ardhur te pyetja juaj, të Shkëlzen Berisha, e kemi parasysh kur në parlament, në mos gaboj në vitin 2017, Berisha i kërkoi zotit Meta të jepte dorëheqjen nga posti i tij, pasi ishte koalicion me të majtën, pra me... Po dhe fjalia e Metës ka qenë dorëheqjen e kam dhënë për Shkëlzenin. Një herë për Shkëlzenin. E kam dhënë një herë dorëheqjen për Shkëlzenin dhe nuk mund ta jap 2 herë. Domethënë,
janë pikërisht... Dhe për të shkuar më tej në fjalën e Metës, për ta sjell sërish në vëmendjen tënde, Fatos, fjalia e Metës ka thënë që Berisha i ka treguar videon ku shkëlzeni përfshihej, pra videon e Dritan Priftit, dhe i thot, shiko se çfarë më ka bërë ky budalla. Ky budalla im, po. Po, pikërisht. Pyetja është si përfshihet shkëlzeni në këtë video të Dritan Priftit. Për çfarë bëhet fjalë? Asnjëherë nuk është thënë në fakt. Në fakt kjo nuk është thënë, po videoja ka dalë publike. Domethënë videoja është publikuar edhe nga mediat dhe shkëlzen, domethënë biznesmenët të cilët kishin shkuar tek Ilir Meta për kërkuar favore, kishin shkuar nëpërmjet shkëlzenit, pra nëpërmjet shkëlzen Berishës. Pra, ideja ishte që këta ishin të ngatruar të gjitha palët në atë histori, sepse nuk kemi vetëm nuk kemi atë videon e famshme publike, po nga kompjuteri i të ndjerit Dritan Prifti janë rekuperuar, mos gaboj, rreth 14 video të ndryshme. Dhe në këto 14 video, domethënë vetëm njëra është ajo që është shfaqur, dhe që u shfaq dhe prodhoi 21 janarin, imagjino çfarë mund të kenë dhe videot e tjera, dhe unë shpresoj që SPAK-u në bazë të këtyre videove dhe në bazë të këtyre, domethënë çfarë ka arritur të rekuperojë nga hard disku i kompjuterit të zotit Prifti. Se ju mendoni se këto videot edhe videot e zotit Dritan Prifti, i të ndjerit zotit Prifti, i ka rikuperuar SPAK dhe i ka në dorë? Po, videot janë rekuperuar, i ka rekuperuar Prokuroria e Tiranës atëherë, domethënë kur mori çështjen, më pas Prokuroria e Përgjithshme, sepse kishim të bënim me mandat deputeti dhe me politikan, pra dhe nuk mund të gjykohesh në shkallën e parë dhe kaloi direkt në gjykatën e lartë të bëhej gjyqi, kështu që në dosje ato çfarë është rekuperuar nga hardisku i zotit Prifti, pra të ndjerit Prifti, ndodhet në dosjen e prokurorisë. Dhe unë nuk besoj se dikush ka guximin të zhduk prova të tilla nga këto lloj dosjesh. Fatos, a keni ju besim se SPAK do i shkojë deri në fund zbardhjes 21 janarit? Shiko, që SPAK do të shkojë deri në fund, domethënë nuk është se e ka mohuar ndonjëherë të fakt. Po që SPAK nëse ju do më pyesni, do hallakatet apo do ta bëj çështjen të jap afatet ligjore, ashtu siç e parashikon dhe ligji shqiptar, un jam me të parën, pra jam mendimit që SPAK do ta bëj tërkuz këtë, do ta zgjas si çështje. Pse mendoni kështu? Që të humb interesi publik për të çështje dhe pastaj të mbyllet në mënyrë natyrale. Por pse duhet ta bëj SPAK këtë gjë që të humb interesi publik? Në fakt duhet të jetë e kundërta, që SPAK duhet të veprojë në interes të publikut. SPAK nuk ka guxim kur bëhet fjalë për Berishën. Atëherë, shiko, ne jemi dëshmitar, unë dhe juve personalisht, dhe pastaj të gjithë ata që po na ndjekin në këtë live televizion. Atëherë, të gjithë neve jemi dëshmitar kur Berisha e ka intimiduar SPAK-un, e ka shar zotin Dumani, e ka ofenduar zotin Dumani, pra i ka tejkaluar dhe kemi dhe gjykatës dhe prokuror, domethënë nga të dyja palët, nga akuzat dhe nga gjykata. Por ama përveç se anat e muar dhe ata nuk kanë guxuar. Po, patjetër, por pavarësisht të gjithave këto, dua të sjell në vëmendjen tënde edhe pamjet e Berishës, në momentin që ai doli nga SPAK, kur u thirr për herë të parë për ngjarjet e 21 janarit, dhe të paktën në fytyrën e tij shprehte një shqetësim të madh. Shiko, unë do thoja që Berisha e ka ndjerë këtë histori. E ka ndjerë dhe për Berishën nuk ka rëndësinë personalisht nëse burgoset apo nuk burgoset sot. Dënohet me gjob apo dënohet me burgim. Për Berishën ky lloj procesi, le të themi, është një lloj prezantimi, një lloj rezumeje e punës së tij që ka bërë në politikën shqiptare për 34 vjet me radhë. Pra Berisha po e mbyll me turp. Kjo është ideja. Pra Berisha po e mbyll në formën më të keqe të mundshme, sepse një politikan, pra do ta quajmë një politikan karriere, një politikan deciziv për politikën e një vendi, dhe katandise, domethënë që ta mbylli karrierën në mënyrë shumë qesharake
dhe në mënyrë kriminale. Pra, të gjitha të karrierën e tij e bëri plurrehi, e bëri qëllimisht. Nuk është sepse i doli situata nga kontrolli, e bëri qëllimisht. Pra, duke u përpjekur të bënte disa gjëra që nuk i takonin. Për shembull, ju jeni duke transmetuar momentalisht ato pamjet e 21 janarit. Dhe pikërisht në këto momente, domethënë ishte momenti kur u qellua dera e kryeministrisë dhe pra u hap dera e kryeministrisë, pra u thye nga një makinë. Atëherë Berisha e kishte përgatitur kurthin që protestuesit futeshin brenda dhe të qelloheshin, pra të vriteshin, por ata nuk u futën. Dhe Berisha nuk pati asnjë shans për të qelluar mbi protestuesit, sepse nuk i dhan asnjë shans atij personalisht. Pra dera ishte hapur, njerëzit nuk hyn brenda, thjesht qellonin me gur nga jashtë. Kështu që nuk ishte arsye për të qelluar dhe për të vrarë njerëz. Fatos Mahmuda, ju thoni që SPAK nuk ka guxim për balë Berishës, por megjithatë le të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim, pasi 21 janari sigurisht është një çështje e madhe që ka interes publik. Jemi në minutat e fundit, Fatos, nuk kemi dhe shumë. Po, patjetër. Një fjali vetëm, desha të thoja që Berisha, domethënë duke pasur parasysh çështje të tjera dhe duke pasur parasysh ashtu domethënë eksperjenca të tjera gjyqësore të tilla, Berisha nuk do thërritet më për deklarime në SPAK, por do thërritet për t'i komunikuar akuzën. Pra, thërritja e radhës e Berishës është vetëm të firmosi marrjen ndjeni për akuzën. Fatos Mahmudaj, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit.